Forcë mas shumë t'i kom gjetë në të prindërit e koridoreve të onkologjisë fëmijëve. Çfarë të ka mësuar dhimbja që asnjë libër s'do ta mësonte. Unë e kom tregu, e kom përmend që kur kom fillu me radar, kom qenë prej fëmijëve që kur asnjëherë një dhimbje se kom pas, asnjëherë. Shumë e lumtur me shpinë plot, me të gjithë. Me të gjithë. Por pa qajt asnjëherë njët. Rrugës, humba disa prej njerëzve të familjes dhe dola këtu prap thash mirë mëngjes, sepse vetëm këtu e kom gjetë qetësinë ose arsyn për me vazhdu tutje. Rrugës, humba dëgjus, prap ashtu tu përbi edhe sigurisht me një zemër që qante për brenda më duhej me buzëqesh para juve. Prap këtu e gjeta shpresën që duhet me ecë, ka një mos tjetër të dëgjusve. Por forcë mas shumë t'i kom gjetë në të prindërit e koridoreve të onkologjisë fëmijëve. Aty kum pa që ka dhimbje shumë më të mëdha dhe që ata që ndrojnë në këmbë të fortë e me shumë shpresë. Është i vetmi vend ku unë realisht nuk do doja kur t'hyja. Këta më mësoj dhimbja. Cila është frika që nuk e ke pranu ende publikisht. Unë frikën më të madhe e kom me hum njerëz. Ajo është frika, është qetësimi më i madh, ato e kom përmend. S'ka tjetër frikë. S'ka tjetër frikë, jo. Frikë. Veç me hum njerëz nuk pajtona, me hum njerëz në çfarë do forme. Të paktën me ata që jam e lidhur, nuk. Cili është vendimi më i vështirë që e ke marrë këto 13 vite me ikdor prej Tukagjinit? Që su bë. Cila është e vërteta që e mban të fshehur vetëm për vete? I simpatiat e mia. Cili ngabim do ta ktheje pas nëse do të mundeshe? Që ju dhash kohë njerëzve pa vlerë. Kush t'ka lëndu mas shumë ti? Një lëndim që e kom pas për shkak të një keqkuptimi, ndoshta, dhe që më di me të vërtet e lënduar, ka qenë mosmarrveshja me një prej njerëzve që mi dën shpirti, që është Nita Brisku, e që kemi pas një pauzë në shoqëri, ajo më ka dhimbë të shumë. Çfarë i detyrohesh vetës dhe ende s'ja ke dhënë? Unë i detyrohem vetës për kohë, ndaj fëmijëve të mi, dhe atë ja kom bërgj, edhe unë besoj që një ditë ka me undalë, me thonë stop pak, edhe ka me u kthy të fëmijët e mi. Çfarë do kishe bërë ndryshe nëse s'do të kishe frikë nga gjykimi? A ju kujtohet ajo jata me shumë qika, plazha, klubi, pjesën tjetër vazhdoni vetë. Të shte i dalë. Për çfarë je më krenare, por se ke thënë kur me zë? Ka shumë që ndihem krenare për shumë arsye, për këtë radio, për këtë frym, për këtë ekip që ka sot. Jam as vet nuk e kom mendu se ne do të vim në këtë fazë ku radio mbrin në kohën më të mirë që e ka pas në këto 26 vjet. Dhe me qenë se jam në krye të radios, jam e lumtur që ka një këtë lloj ekipe, me këto lloj kushte, me këtë trajtim, me këtë frym dhe me këtë skem programore. Këtë se kam thënë asnjëherë. Çfarë të ka zhgënjur tek vetja kohët e fundit? Sa do e zbutur forma që ju kom besu shumë njerëzve në për pak kohë, kom fitu besim mas, sot më duhet një vit kohë me i besu dikujt, prap gaboj. Por ndoshta vetëm kjo, ndjeshmëria që kam edhe te njerëzit që din ta shfrytëzojnë. Cili person ke dashur ta falësh, por s'ke mundur?
Kam njerëz në jetë që do doja të flisnim pra bashk, edhe t'i sqaronim krejt që ka ndodhur ndoshta, po flas prej kur kam nis me ditë. Po kam edhe një grup të vogël të njerëzve që s'do doja kur t'i falja. E cili person, nëse do doja shumë, do t'a thresja, edhe do t'a falja. Ende s'kom rritë që me dasht fort me fal.